2026 kisha pas shef me pas një qeveri funksionale, një qeveri të mirë, që të qëndrueshme edhe për 4 vitet e ardhshme. Një qeveri në krye me kënd. Mirë, faleminderit Ceni. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05 prej nga erdhët. Erdhëm prej Zyrit, Zvicrës. Po du me të pyet cili është kujtimi më i bukur nga viti 2025. Kujtimi më i bukur nga viti 2025 është disa të ndodhura familjare pozitive, kështu që ka qenë një vit, përgjithësi një vit i bukur, një vit i mirë. Po. Pavarësisht e gjitha të mirave ndoshta që mund t'i kesh pas, mirë, po çka s'kishe dashur me të përcjell në 2026? Po diçka? 2026 kisha pas shef me pas një qeveri funksionale, një qeveri të mirë, që të qëndrueshme edhe për 4 vitet e ardhshme. Një qeveri në krye me kënd. Po me vazhdu këta që e patëm 4 vitet e fundit për 4 vitet e ardhshme. Në krye me Albinin. Po. Të bëhemi më unik, të jemi një, mos të ketë përçarje, bindjet politike është në formë liberale të cilat duhet t'i aplikojmë, kështu që ta shohim njëri tjetrin si vëllezër dhe t'i ndihmojmë njëri tjetrin që të shkojmë përpara. Faleminderit.